Këtë të njëjtë Kuvendi i Shqipërisë ka rrëzuar vetëm me votat e maxhorancës kërkesën e deputetëve të opozitës për shkarkimin e kreut të parlamentit Niko Peleshi. 79 deputet votuan kundër kërkesës, 10 votuan pro dhe nuk ishte asnjë abstenim. Ishin 36 deputetë të opozitës që kishin kërkuar shkarkimin e Peleshit për shkelje të rënda të rregullores dhe kushtetutës, por për çudi, kur u bë votimi për ta shkarkuar atë, nga 36 deputetë vetëm 10 prej tyre votuan pro. Nga ana tjetër, kreu grupit të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi thotë se Peleshi tashmë ka hyrë në histori pasi për një muaj në detyrë u kërkua dorëheqja e tij, kurse vetë Niko Peleshi u shpreh se opozita ka mbledh një frym përçarse në kuvend teksa u holl në votim shkarkimi i tij edhe pse mori vetëm 10 vota pro. Peleshi holli poshtë akuzat e opozitës se favorizon maxhorancës duke thënë se opozita ka pasur 60% të kohës së fjalës në kuvend. Kurse Gazmend Bardhi shkruaj në një postim në Instagram duke thënë se Niko Peleshi mund të vazhdojë të qëndrojë në detyrë me votën e 79 me mes deputetëve, por ai vazhdon në këtë funksionon si kryevartës i Taulan Ballës, jo si kryetari i kuvendit të 140 deputetëve. Ai hyri tashmë në historinë e parlamentarizmit të vendit si kryetari për të cilin u kërkua shkarkimi nga detyra pa mbushur asnjë muaj në detyrë. U zgjodh me 85 vota e u mbajt në detyrë me 79 vota një muaj më vonë. Këtë arritje historike në vetëm një muaj mund ta ketë vetëm një funksionar kushtetues i pa aftë dhe i pa denjë për një detyrë të lartë shtetërore, shkruan në të tjera Gazmend Bardhi.